Përshëndetje, dhe mirë se vini përsëri në një video të radhës. Në këtë video desha me ju tregu disa faqe falas ku mund të gjeni fotografi, ikona dhe video falas. Njëtë gjithashtu edhe logo dhe të gjitha brandeve në përbot, kur do njerë nuk mundena me i gjetë si SVG ose PNG. Andaj, do fillim me të parën. E para është, dhe më thënë, pexels.com, është një faqe që ka qindra, mira, miliona fotografi, mirë po shumica e tyre, më thënë janë edhe falas, ndaj dhe më thënë këtu e kena di opcione, dhe më thënë opcionin për fotografi dhe për video. Këtu janë video profesionale nga fotograf tepër profesional të cilët dhe më thënë kontribojnë në këtë faqe, po edhe në faqe tjera që do i zekim pas pak. Janë dhe më thënë të licencume edhe me të drejtë të autorit që ne dhe më thënë mund t'i përdorim falas. Pastaj janë edhe pjesa e me pagesë. Si fillim këtu i kena dhe më thënë disa opcione, kena opcionin që me i kërku direkt fotografi, për shembull diçka për teknologjinë, për shembull nëse e bëjmë në web, në nxjerrë fotografi që lidhen me webin që lidhen, si kjo për shembull, mund ta bëjmë direkt në Canva Edit, pastaj këtu do të kena free download ose kena opsionin, do të thënë se në sa dimension do të thënë që ta bëjmë download. Uh, Pas kësaj, dhe më thënë, e kena disa filtera lartë që mund t'i zgjedhim edhe t'i filtrojmë. Pastaj kena pjesën e videove, njëjtë edhe tek video, dhe më thënë, mund të marrim video falas, që ka, dhe më thënë, qindra video që janë shumë të mira, për shembull, dhe shifë mira për tyre. Ja, pra, në të janë video falas, si mund t'i përdorim si intro, apo video editime, apo dikun në website-in tonë, e kështu me radhë. Ok, kjo dhe më dhe ishë se i përket pjesës e Pexels, do kena pjesën e licencës, e kështu me radhë, mirë pas ka nevoj për këtë, kështu që kena bajagi, dhe më thënë kena për free. Si edita, dhe më thënë është FreePic, është një kompani tjetër e cila ka, dhe më thënë, me qindra mira fotografi, mirë po të kjo ka një limit pak më shumë, shkaku që, dhe më thënë, më shumë se 3 fotografi nuk kena drejt me i marë free edhe me i boton bat, edhe pasaj dhe më thënë jep pjesën e premiumit që të tregon se duhet dhe më thënë ta paguaj. E kështu me radhë. Kjo free piku dhe më thënë ta shkon në fundit është avansu edhe ka pru dhe më thënë disa risi të reja, një për e tjera është dhe më thënë image generatori ku mund dhe më thënë me AI dhe më thënë me kriju direkt një fotografi, gjithashtu e ka edhe chat with AI, ka dhe shumë benefite tjera, edhe është tepër profesionale, mirë po shumica e këtyre janë, më thënë, fotografi që janë me pagesë, mirë po dhe më thënë ja vlen që me i pagu, sepse fotografit nga FreePic janë dhe më thënë në tjetër nivel, edhe e bëjnë dhe më thënë website-in tonë, apo gjëra që na duhen prej këtu dhe më thënë e bëjnë shumë ma profesionale punën tonë. Andaj dhe më thënë këtu i kena disa kategori, dhe më thënë, njëtë ashtu edhe këtu ka video, pastaj kena pjesën se pjesën e filterave, ose me shkru për shembull direkt edhe këtu një për shembull se shumë në web, edhe këtu më tregon tash dhe me thënë çfarë fotografish ka, edhe kjo buton këtu na tregon që është dhe me thënë me licencë, që me shkru me thënë premium, këtu kena disa filtera, me licencë free, AI generated, orientation, color, people e kështu me radhë. Tjetër dhe më thënë pi faqeve që e kumë përzjedh është Unsplash, të të janë faqe që unë personalisht i përdor gjithmonë sa i përket pjesës gjegjes së fotografive duke kriju website për klientët apo për fotografi në dizajn që më duan personalisht, janë do të thënë këto, tjetër do të thënë është edhe kjo free, është edhe me pagesë normal, është Unsplash, ka edhe kjo do të thënë gjëra të mira dhe këtu njëjtë ka disa kategori, ka dhe më thënë opcionin për me përzgjedh,
ka foto profesionale, të bukura, ku ne domethënë mund t'i përzgjedhim, mund t'i bëjmë download, edhe kështu me radhë. Jashta domethënë Unsplash-it është edhe Pixabay, është edhe një faqe tjetër që ka qindra miliona fotografi, ilustrime, vektora, video, e kështu me radhë. Njëtë edhe kjo domethënë është tepër profesionale dhe ka fotografi jashtëzakonisht të mira, ja pra domethënë një fotografi të të profesionalizuara, kështu që edhe këto kena drejt mi përdor, falas nga kompania Pixabay, ka dhe më thënë bajagi dhe fotografi profesionale që neve nuk mund të na duhen për projektet tona ose për klientat. Tjetër dhe më thënë faqe, tash jashtë atyre, këto janë faqe dhe më thënë më shumë për fotografi video, ë, ose ilustrime, mirë po tash ka edhe disa faqe që i kumë përzjedh, normal kjo është si duket për shembull për tek Pixabay video, edhe këta mund të shfrytëzojmë. Edhe tash dhe me thonë, zakonisht, kur krijem një faqe për klientin apo për, për vetët tona, apo bëjmë dizajne për rrjetet sociale, zakonisht na duhen logo, mirë po ndonjëherë kena vështirësi se si mi gjet logot në vektor, si mi gjet në SVG. Andaj unë e kom përzgjedh një faqe për të cilën domethënë nuk e kom ditë më para, mirë po edhe unë e kom gjetë këtë, kështu që edhe kjo ma ka lehtësuar shumë këtë punën e gjetjes së logove që janë në vektor e që janë profesionale e mund të shfrytëzojmë. Tu domethënë ka qindra mira logo të kompanive gjigante botërore ku mund të gjejmë domethënë me një herë të logo. Andaj dhe me thënë tu për shembull mund shkruaj një logo të një kompanie, për shembull Facebook. Edhe dhe me thënë tu i gjejmë logot e Facebookut që i përdor më shumë, edhe ikonat, edhe gjëra tjera, për shembull, tjetër për shembull shkon na duhet Insta, Instagram. Ja, pra dhe të Instagramit i kena, për shembull Audi, logot Audis, ja, pra dhe tu i në të i kena. Kështu që kjo na lehtëson shumë punën të logove, kur bëjmë dhe thonë postime, për shembull WordPress, WordPress ikon, ja, pra ku i kena tu WooCommerce, për shembull dëshirojmë me bëu diçka për WooCommerce, ja, pra ku i kena ikonën, e bëjmë download SVG, edhe jena në rregull, domethënë është pastër, profesionale, e kështu me radhë, kështu që është kjo është një prej faqeve që ta lehtëson jetën, punën, e kështu me radhë. E jashtë kësaj, domethënë tash për me gjetë ikona, për website me shfrytzu, njëra prej tyre domethënë është flat ikon, që ka qindra mira ikona, që mund të zgjedhim për shembull ikona me brende, bold ikona, rregullar ikona, thin, solid, varet domethënë çfarë stili website ja dëshirojmë për shembull të bëjmë. Për shembull, se zgjedhim me rregullar ikona, që kena domethënë të gjitha ikonat, për shembull, çfarë na dëshirojmë, edhe i kena këtu mundësinë me i bo download SVG, PNG, iOS, Android, e kështu me radhë, po mund ta marrim edhe tjera kodin nëse e kena në HTML. Kjo dhe më thënë një faqe që ka jashtëzakonisht ikona të mira shumë. Faqja e dytë është dhe më thënë për ilustrime, është tepër jashtëzakonisht është shumë e mirë, është kjo Undraw, që unë zakonisht e kom përdorur shumë, edhe njëjtë ende e vazhdoj, kur krijoj sidomos kur krijoj website, edhe më duhen disa ikona, për shembull dizajne të gatshme, për shembull nëse kam një website që jam duke e bërë për shembull për teknologji ose për diçka, zakonisht përdor shumicën e tyre, për shembull ja pra këtu për shembull mund ta krijojmë një seksion në website, mirë po së ngjejmë një fotografi të mirë, ja pra ku i kena këto për shembull për nëse është diçka për kod review apo për gjëra tjera, ku i kena domethënë filtrat, edhe kena shumë ikona që mund të nevojitën neve, për shembull diçka për to-do list ose për certifikat, ja pra. Kështu që është zakonisht chat with AI, tash në kohën e fundit që u bë trend kjo pjesë, kështu që ja pra një ikon profesionale, për çfarë kanë edhe një gjë të mirë, varet çfarë brendi ke ti ngjyrën, po mund të ndryshosh ngjyrat për shembull. Ja pra ndryshon të gjitha këto, kuqe, gjelbërt, ja pra ndryshon të gjitha këto. Kështu që kjo është shumë e mirë, shkaku se nëse ti e ke brandin
ose logon tonë, vjen edhe këtu e bën dizajnin me brandit tënd. Edhe kjo do të thënë pastaj do të vlerëson punën edhe për shtatet me brandin tënd. Normale ka edhe pjesën me pagesë, ku aty do të thënë ka edhe shumë gjëra tjera, edhe kena këtë pjesën e suportimeve, në momentet pa suportim të si faqe, për gjithë të gjëra që është duke na i bën edhe, shumë e radhë. Tjetër do të thënë është edhe pjesa e content, është kjo ka do të thënë miliona free icon, kështu që është jashtëzakonisht shumë e mirë. Edhe për shembull këtu mund ta bëjmë ne për shembull web, edhe do na nxjerrë ikona për web, tu kena mundësi me ndryshu ngjyrën drejt për së drejti. Ja, pra për shembull e klikojmë këtë, edhe mund ta bëjmë download, pastaj kena pjesën e kollorave, mund ta ndryshojmë drejt për së drejti kollorin, ja pra si kena këtu, e bëjmë jailbird, ja pra, kështu që kjo është shumë e mirë, edhe ndryshime tjera, ka qindra mira ikona, edhe kjo është një faqe shumë e mirë, edhe e fundit që e kumë përzgjedh është kjo fond Awesome që e përdor edhe Elementori, kështu që janë ikona profesionale, janë të mira shumë me dizajn tepër profesional, ka edhe pjesën e pro version, normal nëse kena kena dhe një website më profesional të bëjmë edhe kena buxhet, një po këto si fillim janë shumë të mira, kështu që për shembull mund t'i përdorim edhe mund të tentu t'i marrim direkt me kod ose me SVG, e kështu me radhë, kena klasik, e kena light, thin, pak më ngushtë, varet çfarë do të thënë dizajni kena tek website. Këto ishin do të thënë ato çfarë i përdorëm personalisht, po edhe që më ndihmojnë shumë si një SEO developer që jam edhe një uh, web designer që jam që punoj me WordPress edhe Elementor që jam i specifikuar në këtë pjesë. Zari, këta do të thënë i përdor gjithmonë, por që këta ma lehtësojnë punën shumë maksimum. Ndonjëherë kur klienti nuk ndërkon as pak gjëra nga ana e tij ose nuk ka, atëherë s'unë i shfrytëzoj këto al maksimum. Edhe këto do të thënë krijim punë edhe janë free, kështu që ja vlen dhe më thëmë i përdor edhe me në lidhë punë. Dhe ju falenderoj shumë për videon që e keni dëgju, uh, për mbështetjen që e jepni, ju i inkurajoj që të rini, dhe më thëmë, duke bërë subscribe të kanalin YouTube, sepse do vazhdoj edhe të publikoj video të radhës që do shpërndaj gjëra falës që na im puneve. Shpresoj që kjo video që ndihmoj, po edhe për juve që nuk e keni ditë këto, që shfrytëzoni tash e të që shfrytëzoj kjo video që bëj dobi, që vini në punë, edhe vazhdojmë me video të radhës. Ju falenderoj edhe një herë, shifemi në videon e radhës.